Aldo në Prive Klan Kosova nuk vjen vetëm, po vjen me bashkëbanoren më të famshme të jetës së tij, vajzën e vogël Akira, e cila I rëmbeu zemrat e publikut kur hyri në shtëpinë e Big Brother. Në intervistë, ai flet për eksperiencën e tij në Big Brother VIP Albania, për emocionet, pëlqimet e shumë çka tjetër që nuk e ka thonë deri sot. Prive. Harroni çdo ide që keni për një intervistë klasike me kultur të rregullt, studio me reflektor dhe pyetje të ndara me orare. Sot, Prive Klan Kosova po vjen më thjesht në përbërje vizuale, por jo edhe në përmbajtje të storjes. Ishim pranë liçenit aty ku zakonisht shkohet për vrap, për shëtitje romantike ose për të shpëtuar nga zhurmat e qytetit. Mes cicerimave, një grup rosash që dukej sikur donin të dëgjonin pjesë nga intervista, e si gjithmonë edhe njerëz kurreshtar që vëzhgonin më shumë se sa syri kamerës sonë. Pritja ishte për Aldon, I cili ishte kujdesur që rrugën e marrë nga ne të na lehtësonte me një befasi. Akira, vajza e tij simpatike, ishte shoqëruesja e tij. Të kthehemi tek Aldo dhe rrugtimi I tij I gjatë I izoluar në shtëpinë e Big Brother. I gjatë dhe I shkurtër njëkohësisht. I gjatë sepse zgjati plot 105 ditë, I shkurtër sepse kalon koha aq shpejt sa kur mbaron ti thu, wow, isha aty, kur filloi, kur mbaroi, ndërkohë që kur je aty ndihet shumë I gjatë. Kur je aty ndihet si një vit. Aldo ishte pjesë e Big Brother për një kohë të gjatë, për disa komentues ishte fati që e mbajti, për disa banor ishte arsyeja që të tjerët donin të largonin banor më të fortë, e për disa thjesht e meritonte. Në fillim, duke njohur veten time, kisha dy opsione. Thoja, o do dal shumë shpejt, o do ri shumë gjatë. Edhe që në qelloi kjo e dyta, sepse mendoja duke dal shpejt, thoja mbase publiku nuk do më kuptoj, nuk do mësohet me mu, nuk do kem kohën e dur. Po sa më shumë kaloi koha, pastaj fillova duke tregu se kush jam, publiku duke më njohur, duke tregu vlerat e mia dhe doli kjo e dyta. Gjatë qëndrimit të tij edhe Aldo ishte nga ata banor që po shikonte të krijonte diçka sentimentale. Pjesë e tij u bë pëlqimi direkt që kishte shprehur për Rizartën, histori kjo që nisi brenda e që mbeti të marrë një kaje tjetër jashtë shtëpisë. Me thënë të drejtën, kemi qenë të dy të zënë me projektet tona, me punët tona, dhe nuk kemi marrë shumë kohë për të vazhduar njohjen, nëse mund ta them kështu. Po që duke bë. Një tjetër raport që aktori kishte ndërtuar brenda shtëpisë ishte edhe ai shoqëruar me Eglin. Edhe pse brenda kishin shpesh mospajtime, sot ndoshta shoqëria e tyre qëndron më e fortë se kurrë. Me Eglin kam qenë miq, pra me Eglin kemi qenë miq para se të hynim, tani jemi akoma më miq. Domethënë I kemi lënë mbrapa ato ngatresat tona, ato keqkuptimet tona, tani kemi raport akoma më të mirë. Bile se shpejti mund të punojmë bashkë në një film. Akira, vajza simpatike e Aldos që mori vëmendjen e madhe fal spontanitetit dhe bukurisë së brisht të një fëmije, po qëndronte gjatë gjithë kohës në prapaskenë të intervistës, deri në një moment kur vendosi të qëndrojë ngat babait dhe të bëhet pjesë e intervistës, duke ndryshuar disponimin e të gjithëve. Babi na lexestin. Po kur pyeti babi ty kush e fiton Big Brotherin, si u përgjigje ti? Gjeste. Po ti e gjete babi. Nuk e kishe kot, e gjete. Pra, Gjesti mbetet favorit edhe për fëmijët, me sjelljen e tij e një ashtu dashurinë që ditë të jap. Mes tjerash, këngëtari bëri një dhuratë të vogël Akirës. Arushi, Akira dhe Gjesti krye titull I atyre ditëve. E ke të shtëpia, amor. Çagilagi. Çagilagi është një fjalë që e ka shpik Akira, asnjëri nuk e di çfarë do të thënë, po e përdor kështu për humor. Çagilagi. Erdhi koha që të kuptojmë edhe ndjenjën e Aldos si babai një vajze, e kur kjo pyetje u bë,
Aldo përgjigjen e dha me sy mbyllur. Kësaj pyetjes do t'i përgjigjem me sy mbyll, mbas është më mirë sepse hapem kështu emocionalisht. Aty brenda emocionet amplifikohen shumë. Domethënë një ditë të duket si një javë. Kështu që herën e parë, një moment babi, prit se po flas për ty. Po prit më se po flas për ty. Okej, po. Është fjala e re aki. Aldo është nga ata djemë që ruan raporte të mira me ish-gruan e tij, e që të pakt janë ata që pas ndarjes gjejnë gjuhë të përbashkët. Në këtë rast, më me fat është vajza e tij, që erdhi si frut i asaj martese. Duke qenë që unë edhe ish-bashortja kemi qenë, përveç se të martuar, kemi qenë edhe kolegë, edhe shok, e shumë gjëra tjera, e kishim shumë të qartë të dy që duhet të mendojmë për vajzën dhe jo për veten. Pra duhet të dilnim nga kjo ego jon e duhet mendonim për vajzën, sepse shumë çifte tjera, siç e thatë, domethënë shpeshherë dhe përdorin fëmijët. Duket si një hakmarrje personale, duket si një lloj sedre, po nga ana tjetër e vuan fëmia. Dhe të dy ishim shumë të qartë për këtë pjesë që duhet ta kemi prioritet vajzën dhe nuk mund të bëjmë asnjë gjë të dëmshme që mund të duket e mirë për njëri tjetrin apo për egon ton dhe të bie në kurrizin e gocës. Kështu që ishte shumë e thjeshtë për ta bërë si, kështu që ishte shumë e thjeshtë për ta bërë si zgjidhje, domethënë që të dy të funksionojmë shumë mirë, të vazhdojmë të jemi miq, t'i duam mirë njëri tjetrit sepse kemi vajzën që nuk do ndryshoj kur ky fakt, edhe të mendojmë për atë, t'ja bëjmë sa më të thjeshtë rutinën e saj ditore. Nëse ne të dy nuk funksionuam, atëherë le të funksionojmë si prindër për atë. Për disa me të përfunduar Big Brother, përfundon edhe vëmendja që ata e gëzojnë. Vëmendja ndaj tyre ndalet në momentin që ato drita të asaj shtëpie fikën. Po për Aldon, duket të jetë vetëm fillime. Unë po punoj me një film tani. Synimi është ta nxjerrim në premier. Pra, synimi është i bëjmë premierën në fund të vitit. Besoj që do fillojmë shumë shpejt xhirimet, diku nga qershori, nuk e kemi ndarë datën akoma, po në qershor do jemi në xhirime, do jetë pak vap, po nuk kemi ç'i bëjmë. Po me film po punoj tani. Është një film shumë i mirë, besoj që do t'i nxjerrim maksimumin, do jap unë maksimumin tim. Mezi po prisja në fakt të punoja në film sepse 4 muaj në Big Brother ishin shumë dhe unë jam një natyrë që duhet punoj gjithkohës edhe filmi është gjithmonë ajo arma ime e fortë, kështu që në dhjetor, në mos më herët, do jemi në kinema. Përveç këtij filmi, Aldo zbulon se puna e tij është duke vazhduar edhe në disa pista të tjera si në filmin e tij të parë, Polec për kokë. Po, përveç këtij filmit që kam në dorë, po punoj edhe për vazhdimin e filmit tim të parë gjatë, që ishte Polic për kokë. Në fakt kemi pas bërë premierë edhe në Kosovë, ka qenë goxha e suksesshme edhe aty. Dhe Polic për kokë 2 është, po themi, projekti im next pas këtij. Duhet ta bëj sa më shpejt, skenari është gati, është shumë premtues, është shumë më i mirë se filmi i parë, të paktën në letër, kështu që mezi po pres ta niset atë. Në fillim të intervistës, Aldo na tha që shoqëria me Eglin është forcuar më shumë pas mbarimit të Bigut, por ai a din ndonjë gjë më shumë për çiftin Egli Gjesti? Kam përshtypjen që s'më takon mua si përgjigje. E di diçka, po s'më takon mua si përgjigje. Mes të qeshurave të Akirës, motit të mirë, pikniku që ofroi shumë dhe fjalëve që vetëm ajo i dinte, erdhi momenti që ne të përshëndeteshim me të dhe Aldon.